Edhe kjo qeveri me njoftim për ndërtimin e një qendre të re klinike. Sipas kryeministrit Hristijan Mickoski, ajo planifikohet të ndërtohet në afërsi të qendrës sportive Boris Trajkovski, ndërsa nëse gjërat zhvillohen sipas planit, ndërtimi mund të fillojë gjatë vitit të ardhshëm. Sipas tij, vetë lokacioni është tërheqës, pasi ndodhet mes dy bulevardeve, gjë që do të mundsonte qasje më të lehtë, si dhe afërsia me Unazën, përmes së cilës pacientët do të mund të vinë edhe nga shtete të tjera. Megjithatë, ai sqaroi se për momentin ekzistojnë probleme të hapura, pasi ajo hapësirë është tokë private. Не само за главниот град и Македонија како држава, туку може од соседните држави да привлекуваме пациенти кои што ќе ги користат услугите на овој, би рекол, како што е нашиот план ултрамодерен клинички центар, но таа парцела е приватна собственост. Преговараме со собственикот да видиме дали можеме да најдеме замена за таа парцела, да ја добие државата, потоа со специјален закон да се смени намената на истата. Mickoski paralajmëroi se me ndërtimin e qendrës së re klinike planifikohet që përmes lidhjes me objekte të tjera shëndetësore në afërsi të krijohet një kompleks i plot shëndetësor. Планот е под булеварот Илинденска да се направи топол подземен премен кој што ќе се поврза со постоечката 8 септември. Тука се наоѓа и 5 центарот кој што исто така во моментот го развиваме и сето тоа е поврзано со поликлиниката Букурешт, значи еден целосен заокружен комплекс. Ќе опфати овој проект? Ndërtimi i një qendre të re klinike është një premtim që përsëritet prej vitesh dhe në lokacione të ndryshme. Fillimisht në Bardovc, më pas në Velepole afër Gjoçe Petrovit, për të paralajmëruar më vonë se do të modernizojë tërësisht qendra klinike ekzistuese në Nën Tereza. Deri më tani, asnjë nga këto projekte nuk është realizuar.